Kjo pjadina me spinaq do ju ndihmoj që të bini nga pesha. Në qoftë se po kërkoni për receta të shijshme, plot me proteinë dhe që do ju ndihmojnë të bini nga pesha, kjo është receta e duhur. Brenda mund ta mbushni me çfarë të doni, unë e kam bërë me gjiz, avokado dhe prosciutto gjeli. Siç duket qartë dhe nga fytyra ime, kjo është vërtet shumë e shijshme. Po deshët ta mësoni dhe ju këtë recetë, ju ftoj ta ndiqni videon deri në fund. Gjithashtu bëjni save, ruajeni këtë recetën për më vonë. Le të fillojmë, ato çfarë ne nevojiten janë 2 vezë. Pastaj brenda vezëve do të vendosim spinaq dhe pa merak se e kam larë spinaqin. Brenda do të vendosim gjithashtu një lugë gjelle djathë ricota ose cottage cheese. Me qëra fjala, shumë për jush që i shikoni videot e mia, i bëni like, i komentoni, por nuk më keni akoma follow, pse nuk e shtypni butonin follow, ju lutem. Këtë tani do ta shtrojmë në një tepsi me letër kuzhine në 200 gradë për 15 minuta. Ndërkohë që prisja thash të përgatis avokadon, mirë po ky avokado që kisha zgjedhur unë nuk ishte pjekur ende. Pasi ta kemi nxjerr nga furra, duhet ta lëmë se s'bën 20 minuta që të ftohet plotësisht. Dhe pasi është ftohur, shikoni pak se sa i mirë ka dalë. E shikoni sa i lehtë ishte, as miell, as fryrës, as maja, thjesht gjiz, spinaq dhe vezë. Unë e kam lyer me pak djathë ricota dhe salcë pesto. Vendosim dhe ato avokadot dhe prosciutën e gjelit. Po të doni, ju mund të shtoni domate, kastraveca, sallatë, çfarë të doni. Dhe ja pra ku e kemi, e palosim kështu dhe na bëft mirë. Kjo është plot me proteinë, i ka të gjitha, vezë, gjiz, spinaq, prosciutto gjeli dhe është perfekte për tani në verë. Po lexoja komentet e videot e tjera dhe shumë për jush doni të dinit më shumë receta të shëndetshme, kështu që ja ku e keni këtë recetë. Ju ftoj ta provoni dhe ju këtë recetë sepse ka një shije vërtet shumë të mirë, unë tani do vazhdoj të ha sepse kjo ishte fantastike.